Kush troket atje? Oferta e radhës jam. Të lutem hyr. Mirë se ardhët të dashur miq në oborin e kësaj oferte. Të kësaj oferte me një sipërfaqe prej plotësisht 103 metra katror, gjurma e sipërfaqes të truallit dhe 72 metra katror gjurma e ndërtimit të kësaj banese, ndoshta e vitër, por gati për restaurim. Le të shohim dhe organizimin në ambientet e saj të brendshme. Më ndiqni ju lutem. Ky korridor i gjerë, i bollshëm, me një dritare në pjesën perëndimore të tij, nga ku do të jetë burimi i dritës natyror për këtë shtëpi. Do të jetë dhe lidhësi i 3 ambienteve të akomodimit në këtë banesë. Njëra prej tyre është dhe dhoma e gjumit. Një dhomë gjumi e gjerë, e bollshme, dhe kjo e pozicionuar në pjesën perëndimore të ndërtesës. Por në krah të saj vazhdon sallon kuzhina e saj. Një sallon kuzhinë e gjerë, e bollshme, e ndarë në pjesën e ndenjes me atë të gatimit, e cila lidhet nëpërmjet kësaj dere. Është kjo kuzhinë e përdorur dikur si e tillë, që ka gjithashtu në pjesën e saj lindore edhe një yrje në tualetin e brendshëm të kësaj banese. Sigurisht të dashur miq, që këto ambiente mund të restaurohen, ndryshohen sipas dëshirës tuaj. Ashtu si ora allëherë, shtëpitë private në qytetin e Korçës janë të pajisura dhe me bodrumin e tyre, ashtu sikurse dhe ndërtesat të cilët ne po prezantojmë. Një bodrum i cili do të shërbejë si pjesë magazinimi për sendet të cilat nuk përdoren gjatë përditshmërisë. Sigurisht që restaurimi në këtë banesë do duhet të jetë i bindshëm, por ajo që e bën më atraktive është se çmimi është i leverdisshëm. Ai vjen me çmim fantastik prej 65.000 euro, të dashur miq, të cilat sigurisht mund të jenë të diskutueshme pranë studios tonë Eke Real Estate, e cila ndodhet në bulevardin Gjergj Kastrioti dhe kryqëzimin e rrugës 1 Maj në qytetin e Korçës. Për çdo informacion shtesë apo një vizitë në pronë, telefononi në këta numra këtu. Gjithashtu, mos harroni se pronat më të mira i gjeni vetëm tek ne. Eke Real Estate, emri që duhet i besoni. Tek ne, më shpejt, më saktë, më sigurt. Ju mirëpresim.